Mirëmbrëma dhe mirë se vini në Real Story. Sonte kam kënaqësinë të kem në program një nga politikanët veteran të politikës shqiptare, por dhe të Partisë Demokratike, ishte nënkryetarin dhe ish kryetarin e grupit parlamentar zotin Edmond Spau. Zoti Spau, mirëmbrëma, faleminderit që më mëson të shkënaqësi. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Ti ke qenë dhe presidenti i Federatës Shqiptare të Futbollit, pra ke lidhje të forta edhe me Korçën edhe me futbollin, dhe me që sot po zhvillohet ajo ndeshja Argentinë-Egjipt, ku sapo Argentina ka bërë golin e tretë, por pas një goli të anulluar në Egjipt në mënyrë çuditshme. Bëri përshtypje, po e nis me sportin, të jemi sa më aktual. Bëri përshtypje reagimi yt për ndaj FIFA-s një ditë më parë. E quhet atë institucion të korruptuar për shkak të disa veprimeve që e ka bërë përfshirë dhe kartonin e kuq të anulluar ndaj lojtarit amerikan. Po ky kampionat botëror kështu ka rrjedhur. Thonë me vendime shumë të çuditshme, të cilat të lejojnë dyshos që këtu luhet për interesat tjera dhe jo për futbollin. Futbolli është komercializuar kaq shumë sa vendimet në interes sportit sot kanë dalë në plan të dytë. Dhe mjafton t'ju kujtojmë disa raste, rasti me Anglinë ku FIFA e pranon qartësisht që arbitri po hetohet, sepse dha dy vendime shumë dyshimta, edhe përjashtimin me të kuqe të Kuensa, edhe rastin e penaltisë që dha kundër Anglisë. Harry Kane. Po kështu Goli anulluar i Gjermanisë apo? Kthimi i kartës së kuqe ndaj futbollistët amerikanë, një turp i madh, ku të gjithë federatat europiane të futbollit, përfshirë UEFA-n, u ngritën dhe e konsideruan një ndërhyrje të politikës futboll. Po kështu goli i Kroacisë, goli i Gjermanisë. Po ka filluar goli sot i Egjiptit, me thënë vërtetën, ti ke qenë duke për gati po e po. Po është një sër rastesh të cilat të bëjnë dyshosh që FIFA paracakton rrugën e ekipeve. Cilët do të ecin, cilët do të eliminohen para të arritur në fund atje ku ka objektive. Ndoshta këto lojëra që u zhvilluan gjatë këtyre ditëve do të jenë një sinjal që të ndërpriten për pjesën e mbetur të botërorit dhe të shikojmë i futboll ashtu sikur se kemi parë dhe herë tjera. Jo se nuk ka vendime diskutueshme, vetë natyra e futbollit është e tillë që nuk e ndan dot me thik në mënyrë matematikore, por ama ato duhet t'i lihen rastësisë dhe jo veprimit me dashje, me qëllim. Tani, më kujtojmë pak një rast, që po flisnim, po referohem rastit Balogun, pra të kartonit kuq që u anullua, pra, ose më saktë u pezullua. Për një vit. U pezullua për një vit. Në fakt, në 2022 pati një rast ngjashëm, nëse ju kujtohet, Ronaldo kishte marrë 3 kartona të verdhë në fazën eliminatore dhe i binde që mos lunte 2 ndeshjet e para, dhe FIFA mori një vendim ngjashëm dhe atëherë nuk e di nëse të kujtohet 2022. Pra dhe atëherë u mori një vendim që tha, okay, një vendim i pezulluar që do zbatohet pas botërorit. Kështu tha atëherë, pra ka patur një rast. Megjithatë jam dakord me ty që janë vendime super diskutueshme dhe super debatueshme. Është e tillë që kur del me të kuqe ndeshjen pasardhëse, pavarësisht vendimeve që do të marrën pas Komisioni i Disiplinës apo ku di unë, nuk luan dot ndeshjen pasardhëse. Nëse dënohesh me 2 ndeshje, po mund të hiqet njëra, të pezullohet të bëhet, po ndeshja direkte është kategorike që ti nuk do të luash. Pavarësisht ç'a ndodh në apel në ndeshjen e dytë. Megjithatë, presidenti Trump tha e mora në telefon Infantinon dhe e falenderoi atë që ma zgjidhi këtë çështje. Pra këtu dalim tek ajo ideja që okay, politika ndërhyn e korrupton sportin, por nëse të merr presidenti Trump, gjithmonë politika ka tendencën të ndërhyjë. Nuk ka, qofse i ke ndjekur këto 20-30 vitet e fundit, gjithmonë ka pasur ndërhyrje politikës federatat e futbollit. Në rastet kur zhvillohen aktivitetet tilla, patjetër që ke FIFA do të ndrysh, se kur do të ndrysh tjetër. Puna është që pse cedojnë këto organizma dhe cedojnë në mënyrë kaq të rëndë dhe hapur.
Që përgjegjësia është ati që drejton FIFA-n. Jo ati që i bjen telefon. Që të ndodhin gjërat të tilla. Më kujtohet, edhe në Shqipëri politika ka ndërhyrë. E vërtet është. Në vitin 96, në 10 orë mos gaboj, ne u përjashtuam nga UEFA, nga të gjitha aktivitetet e saj, sepse politika deshte hiqte ekipin drejtues asaj kohe të federatës dhe të instalonte një ekip tjetër. Dhe UEFA pastaj mund të rikthehemi dhe pastaj u tëroi qeveria. U tëroi qeveria. Siç ndodhi në 2007. Ndëroi vendim qeverie ku i anulloi vendimet që kishte marrë Ministria e Kulturës dhe Sporteve atëherë. Besoj edhe në 2007 pati një tjetër përpjekje, një tjetër përplasje dhe atëherë u kërcënua me pezullim dhe mbaj mend që presidenti u morë në zyrë bile nga Platini kur takoi me kryeministrin e kohës. Pra s'ka pse të habitemi që politika ndërhyn. Përpiqet përfitoj të përdorë sportin, futbollin sidomos, që është kaq i dashur popullor për njerëzit, ta përdorë për interesat të politikës. Por organizmat që drejtojnë sportin s'duhet të cedojnë dhe të lejojnë ndërhyrje të tilla. Edhe të përdoren. Megjithatë është gjithmonë ai mbjehemi Trump që kur të merr në telefon ta shumë vetë shumë kam frikë që sidomos kjo ngjarje do t'ja shkurtojë jetën Infantinos në kryet FIFA-s. Megjithatë të rikthehemi arsyes vërtet pse unë ju kam ftuar sot këtu dhe ju falenderoj shumë që pranuat ftesën time që jeni Real Story sonte. Ju keni mbajtur një qëndrim shumë veçantë, do thoja unë, nga një pjesë shumë e madhe e politikanëve të rinj dhe apo veteran. Aq më tepër nisur nga pozicioni juaj, ju keni qenë kryetar i grupit parlamentar Partisë Demokratike, në kryetari Partisë Demokratike në kohët e vështira të opozitës, keni qenë nga ata që keni mbajtur qëndrime tashpa dhe të forta kundër qeverisë. E me gjatë të kësaj radhe, ju mbajtët një qëndrim kundër rrym me protestën, kundër rrym me partinë në cilën pavarësisht se sot nuk jeni aktiv, temi militoni gjithsesi. Përse ky qëndrim kaq i fortë dhe kaq i guximshëm zoti Spa? Unë sot nuk jam aktiv në politikë dhe nuk i nënshtrohem më atij rregullit që kur shumica brenda grupit politik ku bën pjesë vendos për të mbajtur një qëndrim caktuar, edhe pakica është e detyruar të ndjekë atë vendim dhe ta mbrojë publikisht. Unë sot gjykoj mbi bazën e mendimeve të mia, të ngjarjeve që kanë ndodhur dhe pozicionohem. Kjo nuk do të thotë që njerëzit duhet të ndjekin ato që them unë. Unë e bëj publik në faqen time në Facebook opinionin që kam për çështjet caktuara dhe kaq, nuk i imponohem njerit. Por ama nuk pranoj edhe që të mi imponohen dhe a priori të pranoj mendimin apo zgjidhjen e tyre. Në rastin e Zvërnecit, unë mendoj që kam eksperiencë më shumë se sa ata të cilët ngrihen dhe flasin për mbrojtjen e zonave mbrojtura. Unë kam punuar 5-6 vite në turizëm, e kam drejtuar, që kur u hodhën hapat e para për zhvillimin e kësaj industrie, që kur u hartua strategjia e zhvillimit të turizmit në Shqipëri, u hartua dokumenti për mbrojtjen e mjedisit, u hartua ligji për investimet e huaja nga më të mirët, që ndoshta edhe sot prap ngelet më i miri, u bashkëpunua me organizma shumë të rëndësishëm financiar si Banka Europiane për Ndërtim e Zhvillim dhe u negociuan edhe disa investime të rëndësishme të asaj kohe, si Hotel Rogneri, Hotel Tirana, edhe disa investime që mbeten realisht nga investimet më serioze dhe sot. Unë e di se sa vështirë është përthithur investimet të tilla. Sa e vështirë është negociosh dhe akoma më e vështirë bëhet që ta realizosh. Dhe të thuash që nuk e duam një investim për 4 miliard dollarësh, 4,5. Kjo është një marrëzi. Kjo është një marrëzi. Dhe unë e di edhe nga studimet që janë bërë për mjedisin në zonën bregdetare të Shqipërisë, duke filluar nga veriu i vendit deri në jug në Korfuz. E di që të gjitha zonat janë sensitive, por në të gjitha ekspertët më të mirë të asaj kohe që kanë përgatit strategjinë e mbrojtjes mjedisit, kanë rekomanduar zhvillim të turizmit nivelit lartë, sidomos në pjesën jugore të vendit, nga Vlora e poshtë. Përfshirë dhe Zvërnecin? Përfshirë dhe Zvërnecin. Dhe ka shembuj pafund
në botë, ku zonat mbrojtura zhvillohen nga pikpamja turistike. Tani po ndërtohen Sardenj 2 rezorte të tilla, të cilat janë në zonë të mbrojtur. Atëherë si mund të themi ne që të mos zhvillohet ky investim? Ta refuzojmë, ta kthejmë mbrapa. Po pse çfarë do ngelet Shqipëria? Do ngelet rezervat gjuetie. Kështu do ta zhvillojmë në ekonominë. Nga njëra anë ngrihen emigrantët dhe thonë që po ikën rinia, po merr rrugët e emigrimit e tjera, dhe kërkojnë që të gjendet mundësia që ata ta gjejnë veten në Shqipëri, dhe nga ana tjetër refuzohet investimi. Po si gjenden mundësitë për të prerë emigracionin? Me investime gjenden, me vende pune. Kështu që këtu ka kontradita apo a logjik shumë shqetësuese. Zësh pa, më lejoni të pyes, me që ju keni qenë ministri i turizmit në vitet 90 apo jo, dhe më pas. E kam filluar që në 92 deri në 97. 97. Si zvendës ministër dhe ministër. Dhe ministër. Ka patur dhe në atë kohë studime cilat janë temi mbështetur nga qeveritë e Partisë Demokratike lidhur mbi këto zona përfshirë, por jo vetëm Zëvërnecin, dhe që kanë mbështetur idenë që aty duhet ketë investime? Në atë periudhë, investimet në zonën bregdetare kanë qenë shumë të vështira për të realizuar. Mua më kujtohet, i vetmi ka qenë një fshat turistik që ndërtoi Karafi, një firmë egyptiane në Golem, në zonën bregdetare. Ka pasur negociata, kërkesa, por imagjinoheni në fillim të viteve 90, atje nuk gjenje as ujë, as rrugë, as energji elektrike, as telefoni. As letra, as dokumentacion. Ishte tmerrsisht e vështirë. Më kujtohet në një periudhë në 95, në verën e 95-s, ka ardhur presidenti Club Medit dhe pa gjithë zonën e Bregdetit Jugut dhe kishte shumë dëshirë për Kakomen. Dhe u shpreh, na jepni tokën pa pagesë dhe ne vim e investojmë. Pse na jepni tokën pa pagesë? Sepse kur vim ne si Club Med, do të thotë që këtu investohet, këtu ka garanci, dhe do jemi një magnet për të tërhequr investime të tjera. Pra është në interesin tuaj që të na fusni në rrjedhën e zhvillimit kësaj pjese të Bregdetit shqiptar. Por fat keq, me mendësinë asaj kohe që dominon dhe sot, menduam sikur po shisnim Shqipërinë, po ta jepnim tokën pa